Vendimi I presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr kërcënimin për shkatrimin e infrastrukturës energjetike të Iranit erdhi pas paralajmërimeve të forta nga aleatët e SBA-s dhe vendet e gjirit, të cilët në komunikime private theksuan rreziqet e një përshkallëzimi të tillë, raporton Bloomberg, duke cituar burime të informuara. Trump deklaroi të ënën se I jep Iranit një afat 5 ditor përpara se të ndërmarrë veprime, duke I referuar kontakteve të reja me Teheranin që sipas tij mund të çojnë në një marrëveshje dhe në përfundimin e konfliktit. Megjithatë, sipas Bloomberg, ky vendim u mor në një klim shqetësimi të thellë midis partnerëve të SBA-s, të cilët paralajmëruan se lufta po rrëshqet drejt një faze shkatruese. Zyrtar rajonal theksuan se dëmtimet të përhershme ndaj infrastrukturës iraniane do të rrisnin ndjeshëm gjasat që vendi të përfundonte si një shtet I dështuar pas konfliktit. Tërheqja e Trump përkon edhe me një tjetër prioritet të tij, qetësimin e tregjeve. Njoftimi për pezullimin 5 ditor dhe hapjen ndaj bisedimeve u bë pak përpara hapjes së tregjeve amerikane, duke sjellë rënje të çmimit të naftës Brent dhe rritje të indeksit S&P 500 si dhe të obligacioneve amerikane. Sipas burimeve diplomatike të cituara nga Bloomberg, vende si Egjipti, Turqia dhe Pakistani po veprojnë si ndërmjetës mes SBA dhe Iranit, ndërsa mbetet e paqartë nëse ekzistojnë negociata të drejtpërdrejta. Trump deklaroi se përfaqësues iranian kanë kontaktuar SBA-n për të nisur bisedimet pas kërcënimeve për goditje ndaj objekteve energjetike. Ai shtoi se bisedimet kanë përfshirë një zyrtar iranian, dhëndrin e tij Jared Kushner dhe këshilltarin Steve Witkoff, duke pretenduar se Teherani është I gatshëm të dorëzojë material bërthamor dhe të mos rifillojë programin e tij, një pretendim që nuk është konfirmuar nga pala iraniane. Ministria e Jashtme e Iranit I mohoi menjëherë këto pretendime, ndërsa kryetari I parlamentit iranian I cilësoi deklaratat e Trump si lajme të rreme që synojnë të ndikojnë tregjet. Bloomberg thekson se aleatët evropian janë veçanërisht të shqetësuar për një konflikt të zgjatur që mund të shpërqendrojë burimet dhe vëmendjen nga lufta në Ukrainë, ndërsa vendet e gjirit kanë paralajmëruar reagim nëse preken interesat e tyre energjetike. Dhe Trump e pranoi dimensionin ekonomik të vendimit, duke deklaruar se çmimi I naftës do të bjerë ndjeshëm sapo të arrihet një marrëveshje. Megjithatë, sipas analizës së Bloomberg, mbeten pikpyetje serioze mbi qëndrueshmërinë e këtij kursi. Historia e lëvizjeve të paparashikueshme të Trump, taktikat negociuese të Iranit dhe precedentët ku bisedimet kanë shërbyer si mbulim për veprime ushtarake, rrisin skepticizmin për një zgjidhje të shpejtë. Edhe reagimi I shpejtë I Teheranit dhe pretendimet për fitore thellojnë paqartësinë. Agjencia gjysmëzyrtare Fars raportoi se tërheqja e Trump lidhet me frikën nga sulme të mundshme dhe infrastrukturës energjetike në të gjitha Azinë Perëndimore. Analistët paralajmërojnë se pauza mund të forcojë edhe strategjinë e Iranit. Ndërkohë, mbetet e paqartë nëse SBA do të ndalë plotësisht goditjet ndaj objektivave ushtarake gjatë kësaj periudhe, ndërsa Izraeli vazhdon operacionet e tij duke shmangur objektet energjetike. Edhe pse Izraeli ishte informuar paraprakisht për vendimin e Trump, vazhdimi I operacioneve tregon se nuk ka ende një perspektivë të afërt për përfundimin e luftës. Në të njëjtën kohë, vende si Turqia, Arabia Saudite dhe Omani po intensifikojnë përpjekjet diplomatike për të ulur tensionet, ndërsa shtetet e gjirit kanë shpërsuar paralajmërimet ndaj Iranit, duke theksuar se do të reagojnë nëse preken interesat e tyre. Vendimi I Trump sugjeron një strategji të luajtshme. Brenda pak ditësh ai ka sinjalizuar për shkallëzim, mundësi për operacione toksore dhe për shkallëzim dhe më pas një ultimatum të ri. Si përfundim, situata mbetet thellësisht e paqëndrueshme, ku diplomacia, veprimet ushtarake dhe reagimet e tregjeve ndërthuren në një ekuilibër të brisht.